Të dashur shqiptar, sot doja të shpjegoja origjinën e një autori të shquar italian, Giorgio Morandi, emri të cilit vjen nga latinishtja Morandi, pjesore e kohës së ardhme të foljes moror, e cila vjen nga latinishtja mera, do të thot vones, dhe moror do thot vonoj, dhe morandos do thot i vonuar. Morandi në italisht është një mbiemër fyes, i vonuar. Dhe ky mbiemër i përshtatet këtij autori, është një autor i vonuar. Kur kam parë pikturat e tij, jam zhgënjur kaq shumë. Janë piktura moderniste që nuk i bën një djalë në moshën 4 vjeç. Unë kam bërë piktura më të bukura në moshën 4 vjeç se sa Giorgio Morandi. Jo vetëm që janë piktura shumë të shëmtuara, janë të gjitha me organe femërore. Mbi gjysma tyre tregojnë organin femëror kur bën ujë në holl. Në qoftë se kjo është fytyra e artit modernist, ku ti vizaton femra që pshuren, po kjo nuk gjej dot fjalë. Jam kaq i zhgënjur. Kaq e turpshme është gjitha kjo. Çfarë ndodh, të dashur shqiptar? Njerëzit sa dëgjojnë fjalën piktor italian, ai edhe sikur një organ mashkullor të nxjerri, ti thua, "Ua, sa pikturë e bukur." Mund të jetë ndoshta organi mashkullor që ai e ka thyer nga skulptura e Apollos, e ta shet ti si organin e Zeusit, dhe ti e blen atë. Po fatmirësisht, në këtë ekspozit ishin vetëm organe femërore. Çfarë ndodh? Në Shqipëri ndodh e njëjta gjë. Kryeministria jonë është kthyer në një ekspozit arti, po arti të shëmtuar. Çdo gjë në vendin tonë është e tillë që çdo autor i shquar po të vi, trajtohet në mënyrë të veçantë, sikur të ishte perëndim. Ju lutem, të dashur shqiptar, rini larg nga arti modernist, gjithashtu rini larg nga Edi Romi. Çdo gjë që ju shet ai është ose pikturë organesh mashkullore ose femërore. Dhe kjo është tendenca gjithë këtyre vendeve të lindjes, janë të mrekulluar nga çdo lloj pikture moderniste. Po ky autor është kaq i neveritshëm sepse ai s'di gjë tjetër, ai di vetëm të vizatoj organe femërore, as fytyra jo, as trup jo. Unë kujtoja se ishin trekëndsha, lulishte, të ishin qimet e organit femëror të dashur shqiptar. Unë kujtoja se isha kjo lulishtja e bukur, kur hyra brenda, jo, aty ishin qimet e organit femëror. Jam neveritur. Do më thënë, i vetmi funksion i artit modernist është që ta urrejsh artin, ta përbuzësh artin. Ky është ndoshta qëllimi i autorëve modernist, të na e neverisin jetën komplet, të na e pështirosin çdo gjë të bukur që kemi. Do të them që sot e tutje, çdo autor i huaj, çdo filozof i huaj, të kpusi qafën, të zhduket një herë për gjithmonë nga skena, se çdo gjë moderniste është e ndyrë, e pështirë, e neveritshme, që ta heq dëshirën për të bukurën, një lloj si kryeministri shqiptar. Të gjithë autorët modernistë janë autorë të dështuar. Jam i bindur përfundimisht. Pra, Giorgio Morandi e justifikon mbi emrin e tij një autor i vonuar. Nga mend e kokës, dhe më të vonuar, morandët janë ata që shkojnë në ekspozita. Fatmirësisht, unë dola shpejt e shpejt, të tjerët u neveritën, por ndejtën aty sepse jo vinte rënd, dhe paguan gjithato shuma të hollash për ta parë këtë ekspozit. Ju lutem, të dashur shqiptar, rini larg artit modern.
është pështirosje, është fëlliqësi. Arti vërtet është arti i lirë, i kopjuar nga grekët. Kjo është e vërteta. Na kanë vjedhur territoret, qytetet, na kanë kthyer në koloni dhe na kanë vjedhur artin.